Pas procedurave në qendrën pritëse në Shëngjin, 40 emigrantët të cilët mbërriten pas ditën e së premtes me anijën libre të marinës italiane u transferuan në kampin e Gjadrit. Në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare, emigrantët u transportuan me autobus nën masa të rrepta sigurie drejt kampit të përkohshëm të Gjadrit, ku do qëndrojnë për një periudhë deri në 18 muaj përpara riadesimit të tyre në vendet e origjinës. Kjo lëvizje vjen si pjesë e zbatimit të dekretit të miratuar nga qeveria italiane drejtuar nga kryeministra Giorgia Meloni, e cila parashikon që emigrantët e paligjshëm të ndaluar në ujërat italian dhe që nuk përfitojnë statusin e azilantit të transferohen në qendra pritje jashtë territorit italian, konkretisht në Shqipëri. Kampi i Gjadrit i përshtatur për këtë qëllim është një nga 2 qendrat e ngritura në territorin shqiptar për pritjen dhe sistemimin e emigrantëve të refuzuar nga Italia. Gjatë qëndrimit të tyre në kamp, emigrantët do të kalojnë përmes procedurave administrative për verifikimin e identitetit dhe përgatitjen për riadesim në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe ato shqiptare. Transporti dhe shoqërimi i tyre u realizuan në mbikëqyrjen e policisë, ndërkohë që autoritetet shqiptare janë angazhuar të garantojnë standardet e sigurisë dhe respektimin e të drejtave bazë të emigrantëve gjatë periudhës së qëndrimit të tyre në Shqipëri. Fillimisht, kampi i Gjadrit ishte konceptuar për të strehuar përkohësisht azilkërkuesit e shpëtuar në det nga anijet italiane për një periudhë deri në 28 ditë, por me dekretin e ri, ajo do shërbejë edhe si qendër ndalimi për emigrantët që nuk kanë më të drejtë azili dhe janë në pritje të kthimit në vendet e tyre. Ky është kontingjenti i 4 i emigrantëve që mbërrin në Shqipëri përmes portit të Shëngjinit. Në 3 rastet e para, emigrantët azilkërkues të kapur në det u rikthyen në Itali, pasi ndalimi i tyre u konsiderua i paligjshëm nga gjykatat italiane, duke detyruar qeverinë Meloni që të miratojë një dekret të ri që kampi i Gjadrit, në cilin janë investuar miliona euro, të bëhet funksional.